A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavatet selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Allah na falt, Allah na përmirësoft. Allah na uzoft në rrugën e drejtë ya Rabb, edhe na e mundsoft që ta mrim edhe ta kalojmë me faqe të bardhë muajin e bekuar të Ramazanit. Allahumma amin. Vazhdojmë për këtë sezon, pra deri mas Ramazanit, më nuk do të kemi derset të kësaj natyre ditës mërkur, për të vazhduar normal në Ramazan me derset mas ikindis çdo ditë, edhe para teravis prap çdo ditë me lejet Allahut azza wa jall. Normal derset të shkurta, jo kështu të gjata, më shumë do t'i quaja këshilla. Sot e kemi, nëse s'gaboj, 12-ën me radhë, formimi i drejtë i muslimanit, e që është besimtari si duhet jetë, apo duhet jetë i dobishëm në përgjithësi. Pse kemi thonë i dobishëm në përgjithësi? Për arsye se këtu hyn dobia personale, dobia familjare, dobia e rrethit ku jeton, apo komunitetit, edhe e shoqërisë në përgjithësi. Pra kemi ndarë dobin e besimtarit më koni i dobishëm në katër rrethe. Rrethi më i ngushtë i dobishëm për vete, i dyti i dobishëm për familje, rrethi i dytë, i treti për njerëzit që janë rreth tij, këtu hyn xhamati, kueshit, farefisi, akrabaja, dhe katërta i dobishëm për njerëzit në përgjithësi. I dobishëm për njerëzit në përgjithësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ahabbun nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Më i dashuri i njerëzve te Allahu, apo për Zotin, është ai i cili është më i dobishëm për ta, më i dobishëm për njerëzit. Nuk i takon i besimtarit që të mendoj se është formu si njeri, është formu sakt, kur ai nuk është i dobishëm për askënd. Nuk është i dobishëm. Do të thonë, nëse një njeri sjell thjesht dame, ku të shkon bën dam, me kënd flet ja shesherën, me kënd bën biznes ja shesherën. Kush ka punë me ta, digjet. Njerëzit ishtin lugave, me kënd rrin e rran, e mashtron, nuk di me dhon këshilla të dobishme. Atëherë çfarë besimtari është ai? Por ndryshimi fillon prej vetvetes, mu boj dobishëm për veten tone. Pse kemi përmend parën? Nga se Allahu xhaleshanu ka përmend në Kur'an, Zoti nuk e ndron gjendjen e një populli pa ndryshuar ata veten e tyne. Domethënë, fillimi i ndryshimit, fillimi i përmirësimit është kur njeriu bëhet i dobishëm mas pari për veten e vet. A kemi raste kur disa njerëz janë të dobishëm për të tjerët, edhe janë të pa dobishëm ose edhe të dëmshëm për veten e vet? Po, edhe pse jo në mënyrë kallup, të përgjithshme, por kemi njerëz për shembull që e shkrin veten për të tjerët, është shumë i sjellshëm, i edukum, i bën mirë me të tjerët, në anën tjetër është i dëmshëm për veten e vet. Çysh është i dëmshëm? Për shembull, e lën veten keq në gjëra që s'duhet me e lënë keq. A më mirë me shku një kontroll me ja bën vetes te mjeku nëse ki nevojë. A me shku dikuj me inimu me qit një ploqe. Shembull, jo ti dush më koni dobishëm për veten tonë mas pari. Ti dush me shku te mjeku, se ti ki nevojë. Ki nevojë për vete. Ti nuk dush, s'po kon vakt, çush s'po ki vakt? Çush s'po ki vakt? Ti je i dëmshëm për veten tonë. Janë, po e marr një shembull sepse ju e dini që këto derse janë më shumë praktike, se sa me sjell shembull nga selefi, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga sahabët, nga gjeneratët e para. Një ditë po rria me dikon i cili është bërë 2 herë operacion në mboshtë kurrizor për problemet shpinës, djalë i ri, rreth të 30-ave. Edhe po e këshilloj, po i tham, që se provon me bën fitness, normal, nuk jam unë ekspert, thash po, shko kështu të dikush. Po që thash shumë, tha, i nxant me punë, e di që punon, edhe ka bën, ndoshta miliona ka bën. Thash, po kam vakt, tha me, kjo është e pa kuptim, ti me nga mas parës, 2 herë jo bëu operacion, pa i bën 30 vjet, ose të 30, 32, 33. Edhe me thonë, unë nuk kam vakt për shnetën teme, për arsye se shumë i nxanën jam me biznes. Mirë, ku dën me çu ty ajo pare, ku dën me çu ai biznes, kur ti
fiton pare, edhe dëmje të i ban vetës me atë punën që po e ban, edhe ki mu këtu kret parët me i dhanë me këtu i shnetën së në këten. E lam çështjen e imanit, edhe pse s'duhet ta lam. Nëse ti nuk je i dobishëm me shku në haxh, me shku në umre. Para mendon njeri domethënë është në gjendje me nru fellgat e kjerët 1.000-2.000 euro, mos më shku kur me pa shtëpinë e Zotit, umre, s'po tham haxh. Vllazni ata të cilët janë kanë e din, ata që s'janë kanë pja u shpjegojon. Nuk du të tham tash sa herë më kanë, nuk e di. Por e di që me 100 herë në umre. Ndoshta çdo javë kam shku. Kam hyrë makinës, kam shku, kam bë umrën, jam kthy gjatë 6-7 viteve studime. Mos tham çdo javë, por ndoshta 20-30 herë në vit. Vikend. Pasha Allahin, sa herë ta shoh çabën, unë kam ndjenjen e parë. Njëjtë, sikur mos më pas pa kurr. Mërzin edhe mallëngjimin e parë. Largimin prej saj të njëjtën mërzi sikurse për herë të parë. Tashti, në momentin që ki me shku ti për herë të parë, ti kimi thonë vetës, ku im konë unë? Qa ku më unë? Pse si më konë i dobishëm për vetën teme, një namaz sa 100.000 namaze? Një tavaf, një dua, po mi falë sunetet, me falë nafile, sa herë të aty në qabe, me farzi, e tjere, ti pa e sap, ti pse nuk je i dobishëm për vetën tone? E ke harru këtë ibadet, ty u dhonë mas qka, mas punës, s'kam vakt, se jam i nëzant me punë. Ti je i pa dobishëm për vetën tone. Ose e ke kuptu gabim, dobin ndaj vetës. Gabim e ke kuptu. Me thonë, gjdo se një në gjendje me thonë, ibadetet, me i thonë shëndetin për pare, i pa dobishëm për vetën. E qëtu të banë, më boj dobishëm për vetën tonë, vëli nefsi ka alejke haq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë e ka thonë ka hak, ka përgjegjësi, ka obligim. Aq më tepër, po e them edhe një gjë tjetër. Hala, nëse kam vërejtën këtë pikë të vetja jame, duhet më përmirësu. Na kemi raste kur jemi në gjendje në bizneset tona, në punët tona, me bë investime 1.000-2.000 euro, banki brenda ditës. Ata që merren me biznese, harxhime, me ble, shit, tregti ku e diçka. S'kemi kohë me shku me hangër buk, 5 euro, 3 euro. Tan ditën pa buk i nëzant me biznes. Mirë. Për çka pe bën atë biznes? Por me pas një jetë më të mirë. Nëse ti s'han tan ditën buk, ti s'ki me pas jetën më të mirë, shnetën. Ka marrë dita që ti ki me usmu. Ose të hangër vetëm ushqime të thata, të hangër në kom. Shpejt. Ka marrë puna që ti ki mu detyru më hangër pasaj supë se kanë me organet e trupit me të dëmtu. Kur ti bën 14-50 vjetë. Fëmija ka marrë puna që ka me ta marrë pasunin, ka me ta shkry pasunin, ka me bon mendim malsi edhe më shit si bës. Me pasunin tani që ti ke hangër buk në kom. Ke hangër thjesht. Gjërat shpejta që bapa ku e di qka, edhe ki probleme tash me luktin, detyron mjeku pastaj këti mik, ati ushqimi. E shep pasunin tonë si po ta kesh përdor dikush tjetër edhe ti s'munësh me nalë se ke dal pi lojës. Tjerë të kanë marrë në dorë pasunin e vlat, nipat ose ku e di qka. A pa të dobi, nuk pa të dobi. Prandaj, kishte rast kur shkoja në shtëpi unë vonë, 4-5 mas dite pa hungër buk. Edhe më shef të lokja e më rahmetullahi alej. S'ka hungër gjithë ditën. O birë, venja menën vetit. S'është mirë kështu. Ruje shnetën këqyre. Edhe një fjalë po e thamë, ja ku më thonë dikuj këtu. Më thoshte, ti nuk dush me rujt shnetën, kështu kush jeni zotë të shpis. Kush jeni zotë të shpis, manën men qëtë fjalë. Ky nuk ka i zotë të shpis, ky nipi. Ka kush punën për ta. Ju që jeni zotë të shpis. Thoshte lokja. Praktikisht ju ka zoj për një plakës 112 vjeqe. Nëse nuk e runë shnetën për atër tënë, ruje shnetën për atër të familjes. Se familja është në varë në prej teje, nëse ti smuhësh, të munu, ta kapi dujon, nëse smuhësh, kush ka mu bo sebe për riskun e familjes, për mikqyrën e familjes? Na din që risku ndorë Zotit. Po i Zotit i shpis, du të me rujt shnetën e vetën e vetë, edhe nëse jo për atër të vetë, për atër të familjes.
Se e ka mbi kokën e tij 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet mbarë çfarë familje të madhe ka. Prandaj, nëse nuk je i dobishëm për veten tënde, në shëndet, në dije, në iman, për kanë ki më koni dobishëm? Nëse ti je i kujdesshëm me dalë në biznes në sabah, e nuk je i kujdesshëm ndaj namazit sabahit, mos prit se hapin e dytë, që është më kujdes për namazin e familjes, që ki me pas sukses. Nuk ki me pas sukses. Se ti për vetes je i suksesshëm. Mos prit hapin e dytë, domthon se na tham njerë mu boj dobishëm për veten, pastaj për familjen. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka urdhën që e ka dhënë të tjerë të mos ta kish praktikuar mas pare për vete. Andaj, bëhuni të dobishëm për veten e juaj. Lëni lukset të tjerëve. Tash kalojm me një pikë tjetër. Antarët e familjes po dojnë luks, me shku me dalë, me bën ato këto sen. Ti e ke një obligim ndaj vetes. Njerë merru me obligimin tonë, masanena me luksin e familjes, për shembull. Në që vizit filan venin, pritni, ta fali akshamin. Si s'ban me lon akshamin mi qua ata, Allah i qem, sumpit durajt, ti qem ma shpet jam sheligojnë, jo. Ti pa dobishëm tash, pse pje përparsi një luksit të dikuj tjetër, ndaj një farze dë vetës tane. Sepse ti e ki obligim, mu koni dobishëm për vetën, mos me shku në xhehenem, mos me lon namazin. Ki prioritete. Pra, i dobishëm për vetën. E dyta, i dobishëm për familjen. Gjëja kryesore i dobishëm për familjen është më kujdes për fetarin e familjes tane. Ai që nuk kujdeset për fetarin e familjes vetë, sa do që kujdeset për senet tjera, ai ka hise të tradhtis më të madhe. Kur gjë s'është mos më përkujdes për ekonominë e familjes, kur gjë s'është për shëndetin mos më përkujdes. Kret kanë një arsye mundën me pas. Po munohem, s'po muj me pas kushte më të mira ekonomike, s'merr ama me ilon me tu djeg familja në zjarr xhehenemit, ti pas mundësijat për më koni dobishëm, sidomos kur janë të vegjël. Vllazni, fëmijët që i merrni në xhami, nipat edhe mbesat, mos mendoni se hajt veç ja keni boranin, keni me pa dobin e marrjes fëmijëve në xhami mas 5 vjetë ose 10 vjetë, dikur ma vonë. Besoni në një rregull i cili thot rregulli gradualitetit. Gradual. Fëmia në mënyrë graduale shkon të urrit edhe rezultatet vinë ma vonë. Ju them një gjë, nga përvoja. Nëse doni me pa rezultat në çdo sen, në familje, në xhamat, shoqëni, rezultati fillon mas 5 vjetë me dhez. Edhe plotësohet mas 10 vjetë. Marrni fëmijët e juaj në për xhamia 5 vjet rregullisht. Çfarë ka me fillu me dhez në familje, Islami. Pra mu kujdes për fetarinë e tyre mas 10 vjetë në mënyrë të heshtur pa fjalë. Djali yt ka më kon fetar. Djali yt ka me dash namazin, hiç pa i fol, veç se ke marrë në xhami. Ki me lëshu dersën në shpe, 5 vjetë, kur gjë mos ngojnë antarët e familjes, s'ka lidhje. Mas 5 vjetë kanë me fillu ndikim me pas, sikur se ka pas ndikim ajo pika e shiut ose e qeshmës, kur ka ranë ngure. Dini, në gjdo shpi kena pas në qeshme për jashtë, kem, tak kur pik, e bën një vrim aty në ngurë. Ka me pas. Pra, gjëja e parë i dobishëm për familje. Allahu ka përmend në Kur'an, o ju besimtar, rune veten dhe familje tuaja nga zjarri i xhenemit. Lën djegse të cilët janë njerëzit edhe gurt. Veten edhe familjen. Mu përkujdes. Fëmijët me i dërgu në xhami, mi marr antarët e familjes. Unë po ju them edhe një gjë. Nëse e falti sabajn edhe nuk e ke qu fëmin tënë për mu falë, si për kujdes, nëse e ki largë, nuk i ke shkru në telefon, a u qove me falë sabajn, ti e ke të raftu. Ti sa dush më thuj masanina, paramendot ti, e patëm pram një tërmet.
pastaj u përfal që ka më pas apet. Cili prej juve ka mujt me nejt rahat deri një orë, 11 e gjys, edhe mos mu përkujdes për antarët e familjes, mi majt mrana ose kujdes, ajtë se s'ka gajle. Po mendoj që gjithë ju jeni kon të shqetësuar për familjet e juja. Ne jemi të fol për zjarrin e xhehenamit. As tërmet që nuk oni sigurt a ka me ndodhë për zyti, nuk oni sigurt sa ka më kon i fuqeshëm, a kanë me duru shtëpia tona, jo, a ka me pas në dëm, etj. Edhe prapë jena për kujdesim, kemi pas gajle. Po ti që është e falë sabajnë, edhe dhimbët djalit thush mos ta çoj, se i vogël i ka bon 10 vjet, 12 vjet, 15 vjet, se ka me shku mas gjysore, tash me bo muqu, i bjen me nej shumë karavon, shumë qutë deri në shkollë, çaje. Edhe nëse të dhimbët, edhe të dhem zemra për të çaje. Se na fat gjatë kemi apo hajrin. Që kjo është për kujdesi i dobija ti si prind, se ka marrë dita kur ai ka me thonë Allah shpërbleft babë. Allah shpërbleft. Tjetra për kujdesi, më kon i dobishëm edhe më sjell drejt me ta. Ban, ti si besimtar që do më formu sakt, du të më kon i drejt me familjen tane. I drejt, duke mos i marrë krah asnjënit, duke këshillu gjithë secilin, duke mos i bë zullum kërkuj, duke ia dhënë hakin gjithë secilit. Do të thonë, nëse është mi ia dhënë hakin djalit tan, çikës tonë që i ka 5 vjet, 10 vjet, edhe tu e këshillu më mirë, po thon babën edhe nonën tane, e ki prindin, babën, nonën, e ki edhe djalin çikën. Baba nona ka mujt mi bë diçka. Zullum, djalit tan, çikës tane 3 vjeç, 5 vjet ti dush më bëj drejt. E dim që mos me fol fjalë të këqija për babës asuf, mos mi thonë edhe nanës. Po s'do më thonë që mi bë zullum fëmis hatri babës edhe i nanës. Jo, se cilët mi adhon hakin e vetë. E kjo çka lyp? Kjo lyp shumë larg pamësi, kujdes edhe me ditë me i matë senët në kanartë sakt. Mu boj drejt. Pejgamberi a.s. kur e kam thirrë njerë me dëshmu, një prind, po dëshma, pi thot ja Rasulullah, hajde dëshma, këm i thonë një djalit tem, që ka që pare, diçka mi thonë. Thot pejgamberi a.s. a ki fëmi tjerë? Tha po. A ki mi dhonë edhe tjerëve që shpjep këti? Tha jo, veç këti. Mos më thërni, tha, më u bët dëshmitar për një zullum. Para mendo për para të na, nuk jenë konë drejt për ndrit. Djalit i kanë blejt tesha për bajram, qikës jo. Ju që në gjenerata më të vjetra, në atë kohë kur i bënin fotografit njerën vjetë në shkollë, ka pas rast kur djalit i kanë dhonë pare, me dhonë fotografi, qikës jo. Ka ardhë motra në shpe, të ka, vëllai ka, shuret fotografi, motra jo. Ne kena përjetu në për familjet tona këta. Kjo është zullum. Allah i falë të ta prindër, inshallah nuk e kanë bo me qëllim, Allah është i mëshirshëm edhe falës, mos bani diçka tillë, mos bani krah ka djemët, tut ju një Zotit. Me bo me të thonë qika, vallaj, babi ke majtë krah vllajt, ruju se du të me të dhinë zemra për këtë fjalë që thot qika. Pra mu boni drejt me antarët e familjes. Tjetër, mos ta zgjatim shumë, ti përmbushim përgjithësitë që i kemi ndaj tyne, të gjitha përgjithësitë. E prej përgjithësive më interesante, më të rëndësishme është fetaria tyne e përmena në fillim, edhe edukimi apo shkollimi. Edukimi dhe shkollimi në dyjat. Kur ta çon djalin dhe çikën në shkollë, mu përkujdes për edukatën e tyne. Mos me leju që djali të pa ditë ti, mu bën gangsteri i shkollës, mu bën rrugaçi i shkollës me shku veti dheti me arrej mësuesin në sallë të arsimtarëve. Se masanin ai mësuesi kur të çmendet i shkreti, i ka ardhur momenti, e masanin ati pe inqizan, ajo, nuk kanë rregull ajo. Se secili ka personalitetin e vet. E fëmit, ka 5-16 vjet më shku mi bo kurth, E çto është roli i prindit masani? Apo shkon ti në herë në shkollë te djali yt edhe te çika jote. Na po kemi rast kur po na vin prindrit pe bin djalin, o xho këshillojm mos ka shkel. Mos ka shkel, ka hub djali, ka hub, kështu po rri.
s'po di kur gja. Pe vetë është diçka, mas një gjysmë minuti, edhe i kena mësu ta strategjit e këtyne kolerave, pi tham une, s'ka kur gja djali, njonit për tyne, pi tham jetë të pi drogë. Tha ja, thash më së mraj mu, se ti drogë, a i po mënën që une po dina i sana, vedem, po më folin me lachet. Tha, jo, tha është, tha, e kumpi, tha, po mos e pi, a e hongre forën, e hongre. Prindi vetë pianis po kanë që ku, që më ka gjetë, ja, më skaj, jo, më skaj, a kishku në erë të shkolla me këshyr, jo, a din me kanë por indjallit, jo, tash më skaj. Kjo pastaj dhe më thonë që ti mos mi kry përgjithësit ndaj ti. Notat për prind si a din notat fëmive, si a din mungesat fëmive. Pasha Allahin, ka kujdestar i cili në shkollë të mesme, 3 vjet e kry në shkollën e mesme, nuk janë e babën nxënësit, asë njëherë pa shku kur. Pastaj nësaj e prek, që ligji po thuj ka mos me prek, ky ligji i gjunglës po e quj, se kjo është i gjunglës, edhe psa ata mendojnë të kundërtën. Masaj në ngajnë për media në përsane me ullë profesorin mësusin, ti si konë 3 vjetë asë njëherë, kujdes. Tjetra, ti jemi shambull për ta, pra jemi të pika 2, si ti jesh muslimani dobishëm, tash për familjen, më konë shambull për ta. Nuk mundet fëmija mu inspiru prej babës, pa thamë prej babës edhe prej nanës, pse jo, nëse nuk e ka shambull babën edhe nanën. Fëmija fillon një kohë e konsideron babën, ajo mosha e vogël, babën si matë fortin në botë, baba em edhe s'ka, matë meqmi në botë. Pastaj fillon me hupat vetë besim të prindi. Mundo mës me humbë, kur të thotë babë, mi thonë, jo me babën zbanë kërkan me arren, me të paj që ti po flet drejt, me të paj se ti e kujdesshëm ndaj namazit, me të paj se ti po respekton babën edhe nanën tane. Që është ajo fjala popullore që, fjala urë që, kur e ka marraj me gjujt babën e vetë, i kishim pas gjujt plesh, tha ma së më gjuj mu, që tu tha se unë e kom gjujt babën tem këtu, ti qëm pak mani, ati ra, në men, qysh po bëjnë, bëjnë me këta, ka me bo me mu fëmija jam. Fëmit, inspirohen nëse ti këqyrë prind të tu, silë është mirë, edhe e ka mos sjellë me ty mirë. Mos lyp edukat, edhe mos lyp fëmija, mos me pi duhan kur ti e pin duhanin, mos e pi me po bën duhanin e cigarën goj, ti pse pe pin? Ti dush më bo shambull i mirë. Gjëja që mas shumë ti e thënë fëmin të prindi, që a hup shpresat për babën edhe e gjun babën, është rana edhe kurvnia. Nëse fëmija që të duja, se fëmija është natyrshmëri, sa është i vogël, desa së mu shërë, desa së bo marogat se baba, i biri babës. Kur është në momentin që prindja rran fëmin, edhe fëmija kupton që baba po rran, kjo e shkatron fëmin edhe atë që ka si idol, nëse më lejot me thonë idol, nëse më lejot me thonë si person që shumë e ka shambull pozitive, do babën e vetë, e thënë. Një jetën teme, kur kam qenë i vogël, një i rritur akraba, jo i bashkë familjes teme, më ka rënë njëherë. Sot asaj dite unë nuk e dua atë person veç pse më ka rënë. E ka keq përdor fëminin teme, sinceritetin si fëmi 5-6 vjeçar, e ka majtë menune. Më ka rënë, edhe kum kuptu masaninat që më ka rënë, kur se kum dashtë atë person. Kur s'mu ka hek, ajo rëna ati pse e ka shfrytzu një fëmi me plot sinceritet, që se percepton rënën, me rënë. Kam të apru një dhurat, filan dhuratën, edhe unë sërë, a me ka apru, s'unë ku mujtë me ble, s'unë ku më gjetë këqyra për s'kish pas, edhe kur s'ma ka apru qatë dhurat. Edhe e kum kuptu, kur i kum ba dikun 10 vjetë, 11, se po rajka, se s'ku mujtë me paramendu që i madhi rënë. I më konë i vogël, 5 vjeç, aty parin 6, ndoshta. S'ku mujtë me paramendu, ta shparamendon nëse prindi e rënë fëmin. Kam i dalë pi qefit e vladit,
Pastaj kur të rritet ai fëmijë, i ke marrë babi që më qafe, po ti na ke rënë, na ke fliç kur jemi kanë të vegjël, sot ti po më kallzon mua. Prandaj çka? Nëse s'kimi ble fëmis çokoladë, hamburger, kur të kthesh pi punës mos i thuj po ta blej. Mos i thuj shko flani të blej nesër. Ose çet e lojnat, mos i thuj jo, s'moj baba, po ti duhesh me shku me fjet. Kur të bëj parë ose kur ti kam ose kur të ma merr mendja kçyrin javën tjetër që të javë s'moj me të blej. Mos i thuj po, me rrejt, nuk bën hiç. Edhe dyta. Fëmia është natyrshmëri. Kujdes nga në çështjet e moralit. Prindi jam ka punu në Gërbet. Kur kam qenë i vogël e ka pyet njëri një herë, a ke shku udhëve të këqija? Alhamdulillah ka qenë i sinqert edhe garantoj për ta. Veç pse ka pyet ai, mu ka tërqeth trupi, se jam tut mos po thot po rastësisht. Rastësisht. Kur thoni ja Rabbi, me bë me thon, çysh e perceptojnë si prind? Si fëmijë domethënë prindin tëm, çysh krijojnë raport për ta. Këto dyja të keni kujdes. Alhamdulillah, unë jam i bindur që ju se keni, por ata që na ndëgjojnë përmes kamerës, le të përfitojnë për këtyre dy pikave. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë më i mirë për jush është ai i cili sillet më së miri me familjen e tij. Të dashur vëllezër, aman. Mos mu bëni me laçe, edhe mos mu bëni evlia, edhe mos mu bëni bamirë se bujare fisnik me të hujt. E në shtëpi tonë katastrofë, mos thon diçka tjetër. Silluni mirë me anëtarët e familjes. Bëhuni bëjnë bejë, në thojza, po tham, në kryt ju i familja. Zban me babi, po kështu po tham, në mënyrë alegorike. Le ta din djalë dhe qika se ti e në gjendje me sakrifiku për ta, edhe pikën e fundit gjakut tënë. Ti nuk i trahton ata, ti nuk i lën ata, ti nuk e dorë për tyne. Ti jep çdo send të shtrajt që ke edhe jetën tonë për ta. Ata janë të sigurt përderisa ty të kanë. Ti je temeli tyne, ti je kulmi tyne, ti je çdo sen për ta. Me kuptu djali dhe qika me ditë që për çdo sen kanë ku më kthy. E kanë një shtyllë të fortë, babën, zotin e shtëpisë. Jo kret lukset vetëm i bë, ata me punu kret për ty, po ti më shkrim për ta. E kuptum në pikën e parë të më thonë që jo më dhon aty në lukset e ti milon farzët, ato e kuptum. Por se me ditë anëtarët e familjes se poja jotën po, joja është jo. Edhe kur thu ti po, thu se kini arsye, kini sebeb, nuk e bën për m'ju bën zullum. Prindi i dopt është ai i cili i dënon anëtarët e familjes. I dënon. Se bën e filan, sot s'ki mangër buk. Edhe unë jo, edukim. E treta para fundit, i dobishëm për xhamatin. Këtu kur themi xhamatin, kemi për qëllim xhamatin e xhamis, të afërt që aty ku falesh ti, edhe rrethin, lagjën. Nuk mund të bëmi të dobishëm për një qytetar Prishtinës, nëse ti për mahallën tonë në prezent ku jeton ose në fshatin ku jeton, je i padobishëm. Duhet me pas kujdes, xhamatin me kriju një rreth shumë të mirë, një mendim të mirë me pas njerëzit për ty, edhe tjetra për shembull pse xhamati xhamis, shoqëria xhamis në lagjën ku jetojnë, mos mu kujdes për lagjën. Rrugët e saj, për në smut, lagja nëse ka dikant smut, për në plak i cili jeton vetën, për në fukara i cili s'ka. Sot mu pëmpyt dikush për thot, me qel një bunare, një diqka, me boni asin, jo në Afrike, jo në India, jo. Cilët katun je, filan katunit? Unë e din katun tonin që ka fukara. Pse ti nuk i qenë katunin tanë parët? Ku e din ti a bajnë atë bunarin, a se bajnë a bëve veç me Photoshop? Pa dyshut, nuk du të, mësë më keq kuptoj e dikush me thonë, kuj po di ka diqka pi vidh kanë parët, jo, unë nuk di kur gjë. Unë po du me i dhonë për parësi që ati xhamatit tënë. Pse në lagjën tonë mësë me pas një fond që nëse s'mut dikush 500.000 euro, e si ka me njëherë mi adhonë për me shëru fëmin e ti, mu marrë me fëmin e ti. Sot loj smundje në bon që 20.000, 30.000 është si hajgare për do smuje. Lagjëm me 100, 200 shpi, 500 shpi. Bajram Suri këtu në Prizren, banki për minimi shpi ka. Mos me pas një fond vetën i cili i gjindet shty në rasteve, me u studiu rastet, me pas komision. E çka është më koni dobeshëm për shoqnin, me shku atë të shkolla prindër dhe më për kujdes,
Ku? Rreth shkollës. Ka lloj rrugaçi. Ne kemi 4-5 shkolla këtu në lagjën tonë, fillore, të mesme, 2-3 të mesme janë edhe është qerdhe që është 4-5 shkolla janë. Ku rrugaqët vlojnë aty. Mos me pas komision pak ma të zhvilluar po them kështu që për kujdes. Andaj i dobishëm për rrethin ku jeton edhe e fundit i dobishëm për shoqërinë, kur them për shoqërinë, ne kemi për qëllim shoqërinë pak më të gjanë. Për shembull, mos mu bë person përçarës. Person që krijon armiqësi. Na kemi për shembull misione, edhe persona në ata misione, se tash po flasim kemi dalë për lagjes tona, kemi dalë për shembull ki gazetar që ti veç këtë përmend emrin, ti e kupton më njerë se ajo është përçarës. E din ti. Që ata të cilët e kanë qu, edhe kanë propagandu kundra shimthaqet edhe shokëve në miqu në Hag, me postimet e tyne në vitet 2013, 14, 15, 16, sot mundohen me u shky për liria ka emër. Ata janë përçarës. Ata mendojnë që populli harron. Ama emrat e tyne dihen. Analistët, më thojza. Analistët e Sugjukit. Ka emisioni që ti e sheh prej fillimit që është përçarës, na duhet më konë unifikus. Na më konë të dobishëm për shoqërinë tonë. Kur dalish ti aty me të pa, ai tjetri domon muni rahat. Mos muni keq. Mos më tut se ti ki me fol diçka që ka më bë alarmante, ka më bë zhurmë në shoqëni, i dobishëm. Gjithë se cilla pjesë e shoqënisë me gjetë prehje të ti. Pse marr puna për shembull që për mësuesat mos me fol kërkush. Asnjë pjesë e shoqënisë. Mos me imbrojt drejtat e tyne. Na, si musliman, i dobishëm për shoqëninë, me respektu mësuesin, me respektu mjekun, me respektu këtë atë secilin profesion sipas mundësive tona. Andaj, i dobishëm dëllon për të duke mas pare, kushdo që ka mundësi, edhe ka ndikim me bon ndikimin e vetë pozitiv në përjetës sociale edhe media tash. Tjetra, nëse e për shembull biznesmen ose tregtar, mu bojnë sinqert të vëlla në biznes. Mos me të marrë vesh njerëzit se filoni kom të arrushës t'i lënë dorë, veç mos muft. Terë, ti merr mend edhe të vjedh bandallavere në biznes. Tjetra, mu konë personi cili në vendin ku është të jetu, i din halët e vendit edhe flet, analizon, sipas hallëve të vendit. Nuk është i njëjtë populli si në Evropë ose në Amerikë si në Kosovë. I din edhe me rrethonat cilat ai jeton, e jep një fetva, e jep një këshill, e jep një deklarat, din komunal, din ku me fol, din sa me fol, e jo veç me bo zhurëm që mos mu bojnë dobishëm për shoqëni, po mu bojnë sebeb për shembull që me u përçarë shoqënia. Edhe e fundit ka moral të lartë. Na kemi njerëz të cilët për ne kanë moral të lartë, kanë lartëpamësi, nuk du të përmendi emra, por dalin disa njerëz të hajrit në për media, që vallaj me këshillat e tyre kemi për shembull kemi mjek që dalin japin këshilla, qoftë mrena Kosovës, qoftë shqiptar, po që flasin shqip domosdoshmë në për botë. S'du të përmendi emra që mos keq kuptohem, kemi avokat që dalin për shembull, sikur so xhallar që dalin me pyetje të shkurta, 1 minutë, 2, 3, ka edhe avokat që dalin. Edhe të jap ty një këshill, çështu. Ki profesioneve të caktuar që andaj çka më bë? Me tregu edukatën tonë kur dalesh aty me një deklarat. Gjithsesi, po e përfundoj, pra besimtari duhet të jetë i dobishëm në përgjithësi prej tij veç me marr njerëz të mirë e asesi mos me reflektu negativ. Pra duke fillu me vetveten, pastaj vjen e dyta familja, e treta vjen rrethi pak më i gjanë se familja, po e quaj lagja, xhamati, xhamia, mahalla ku jeton ose katuni ose qyteti, pastaj nëse mund me pas reflektim,
me dalë edhe ma largë, pse jo edhe jashta shtetit, jashta kontinentit, etjer, por gjithmonë për dobi. Lusë Allah në gjellë që na bëjt të dobishëm, na bëjt hajrit, që edhe na, edhe familja, edhe rrethi, edhe shoqëria, po edhe populli jonë me na pa gjithmonë hajrin. Me këtë pra përfundojmë edhe këtë ders për çuje, pas Ramazanit inshallah taala vazhdojmë prapë me derset tona. Deri atëherë ju lajmërojmë na se kur e fillojmë serin tjetër me leje Zotit Azza wa Jall. Zoti ju nderoft. Walhamdulillah.